Dalimi pak tek ngjarja në Gjadër dhe çfarë kanë shkruar mediat italiane. La Stampa është referuar në fakt edhe Partisë Demokratike në këtë rast të Italisë, e cila ka denoncuar zhdukjen e 16 emigrantëve. Ka qenë një lajm i cili është shpërndar furishëm edhe në Shqipëri. Kanë mbetur vetëm 25 nga 41 emigrantë të cilën bëritën në Shqipëri. Eurodeputetja Cecilia Strada, pas një inspektimi, e përshkroi situatën si një ferr të krahasuar me qendrat italiane dhe një shpërdorim të turpshëm, ndërsa gjithë vëmendja ishte përqendruar te vdekja e Papa Franceskut, qendra e Gjadrit në Shqipëri po boshatisej. Nuk dihet nëse 16 emigrantë janë kthyer në Itali në pritje të riadesimit apo janë në dhoma izolimi për shkak të revoltës që ata kanë bërë brenda kampit pak javë më parë, ashtu siç e kemi patur edhe lidhjen me gazetarët që të cilët janë marrë me atë zonë. Alba Kepi është në lidhje me mua nga Roma. Alba, mirë se vjen. Alba, si është e vërteta e rastit të 16 emigrantëve në Gjadër? Janë riadesuar, janë izoluar, janë larguar? Së pari dua të theksoj dhe të nënvizoj dhe për qartësinë e publikut shqiptar, nuk kemi të bëjmë vetëm me një lajm të shpërndar nga mediat italiane, por kemi të bëjmë me një komunikim zyrtar të shpërndar, pra me një komunikat zyrtare për mediat shpërndar nga Cecilia Strada, europarlamentare Partisë Demokratike në Itali, dhe Rachele Scarpa, deputete italiane në Parlamentin italian, që këtë fundjavë kanë vizituar kampin e Gjadrit dhe pasi kanë analizuar situatën të dhënat, kanë komunikuar me avokatët e atyre migrantëve që ndodhen në Gjadër, kanë analizuar dhe kuptuar të dhënat që kanë pasur në dispozicion, kanë arritur në këtë komunikim të fortë që mbante titullin disastro, pra shkatrim, ferr, skandal, mund ta përkthejmë si të duam, në qendrën e QPR-s, pra në kampin e parabogimit të emigrantëve në Gjadër. Ato shkruajnë se brenda 2 javësh, pra duke kujtuar se më datë 11 prill sparkuan këto 41 emigrant, pra brenda 2 javësh cilësohet në këtë dokument, në Gjadër janë verifikuar se mungojnë në apel 16 emigrant dhe janë regjistruar 35 episode kritike që kanë të bëjnë me persona, me emigrant, pra azilkërkues, që kanë tentuar vetvrasjen, që kanë kryer gjeste plagosje, që kanë bërë dhe rrëmuja, që dhe ne i kemi përcjell dhe ju Po nga institucioni i Gjadrit, nga kampi, a ka patur një komunikat zyrtare apo jo? Dhe në këtë komunikim, pas unë jam shumë e kujdesshme të citoj pasi e gjej këtë dokument mjaft serioz dhe mjaft alarmues, dhe prandaj secili ka përgjegjësinë dhe kur citon, dhe prandaj jam dhe kujdesshme të nënvizoj dhe nuk dua të merrem fare me La Stampa, pasi ky komunikim më ka ardhur si mua, si gazetës La Stampa, si gjithë atyre mediave që mbulojnë të paktën problematikat e emigracionit. Në këtë komunikim precizohet fakti se të dy deputete, njëra prej tyre europarlamentare, kanë tentuar të kryen një inspektim, një kontroll brenda kampit të Gjadrit dhe nuk i është bërë e mundur. Dhe kjo cilësohet, nënvizohet në këtë komunikim. Madje shkojnë dhe më tej, duke thënë se dhe struktura e qendrës së QPR-s, pra të kampit të parabogimit, është një strukturë që sipas tyre nuk është e përshtatshme për dinjitetin e një jete njerëzore. Dhe sipas informacionit që ata kanë, emigrantët flejnë në dyshek pa çarçaf, pasi nuk u jepen çarçaf pikërisht se nga këto episode kritike, tentativa vetvrasje me dyshimin se mund të përdoren për akte të tilla. Këto dy deputete kanë kërkuar informacion në Ministrinë e Brendshme italiane dhe nuk kanë marrë informacionin e saktë se ku janë këto 16 emigrantë. Mendohet se një prej tyre është larguar me njëherë natën e 11 prillit, po thash mirë, sepse ishte një emigrant i cili ishte dërguar në Shqipëri me një gabim administrativ, pasi nuk ishte marrë urdhër dëbimi nga territori italian, pra është kthyer me njëherë dhe supozohet se ndoshta të tjerët janë larguar pikërisht se kanë pasur probleme të mos përshtatjes të qëndrimit të tyre, ndoshta për kushtet fizike, kushtet shëndetësore, kushtet psikologjike, pra të qëndrimit të tyre
në këto kampe. Dhe mendoj se ky dokument është shumë më shqetësues për faktin se nënvizohet dhe se disa azilant, azilkërkues në atë kamp, kanë marrë kurimin dhe në spitalin e Lezhës. Pra gjitha këto janë episode që ne na vinë nga Po ky është një shqetësim që duhet i vi Italisë apo duhet i vi dhe Shqipërisë në këndvështrimin